Dua të sjell dy fjalë për prindrit. Unë jam prind vet dhe disa prej shqetësimeve që kanë prindrit është patjetër siguria e fëmijës. Është gjëja më e shtrenjtë që neve kemi dhe asgjë nuk vlen nëse fëmia nuk është i sigurt. Çfarë ndodh? Si perceptohet rreziku? Janë ato shenjat paralajmëruese, janë ato lëvizjet e para që bëhen qoftë në një ambient publik, qoftë në një ambient privat. Dhe mënyra se si ne lexojmë apo mënyra se si mësojmë që fëmia të lexojë këto shenja ndihmon për parandalimin e rasteve të dhunës apo rasteve të rrezikut. Ajo që dua të sjell në vëmendje janë ato sjellje të cilat bëjnë që personi të jetë i shpërqendruar apo i konfuzuar apo të jetë i siguruar apo që të krijojë besim të tepruar tek një person që realisht është duke para përgatitur atë situatën që mund të jetë e rrezikshme pastaj për fëmijën tonë. Pra, jemi me pak fjalë duke mësuar si të deshifrojmë atë kodin e dhunës, cilat janë ato shenjat e rrezikut që mund të lexohen paraprakisht në mënyrë që të parandalohet situata e dhunës apo që të jemi të përgatitur apo të përgatitura për të reaguar në mënyrë që të ndalohet dhe të adresohet rasti i dhunës. Kur jeni në merak për vajzën tuaj apo për djalin tuaj, është dita e parë që shkon në shkollë vetëm, është rasti kur ka filluar punë edhe duhet të largohet nga puna natën, të mbyll turnin të eci vetëm, kur shqetësoheni juve për fëmijën tuaj, kur qëndron vonë dhe nuk e dini se kur do kthehet, janë pra të gjitha situata të përditshme të cilat mblidhen dhe na mundojnë ne si prindër. Mënyra se si komunikojmë me fëmijët është kyç për të kuptuar rrethanat në të cilat fëmia po jeton, mënyrën se si po ndërton lidhjet, marrëdhëniet me shoqërinë që ka përreth, me njerëzit që ka përreth, mënyra e sjelljes që ky fëmijë ka, çfarë gjuhë trupi përçon, a është agresiv si fëmijë, a është submissive apo i nënshtruar, a është e ndrojtur, a është me vetbesim, a transmeton konfidencë. Këto janë pikë pyetje që neve si prindër mund t'i bëjmë vetes në mënyrë për ta kuptuar më mirë çfarë jete po kalon fëmia juaj dhe si po ndërtohet si individ, si po krijon marrëdhëniet dhe si mund të mbroj sigurinë e vet personale, fizike, mendore, psikologjike, emocionale. Janë disa komponentë të cilët kërkojnë një punë të vazhdueshme për prindërimin të cilin e kemi marrë vetë përsipër. Dua t'ju pyes juve si prindër, është çfarë po bëni aktualisht për të komunikuar më mirë me fëmijën tuaj? Si mbani lidhjen me fëmijën tuaj, si merrni informacion për ato që fëmia juaj po bën, po kërkon, po ndron, po projekton, si i menaxhon ato brengat apo mërzitjet që fëmia juaj po kalon. Pra, një pikë pyetje për juve, për tu vazhduar më tej me këshilla se si të rrisim dhe të përmirësojmë komunikimin me fëmijët. Historitë janë individuale, nuk ka asnjë gjë të përgjithshme domosdoshmërisht, por janë disa parime, janë disa njohuri të cilat mund t'i ndajnë dhe të shpresojmë që të ndihmoj për të rritur njohuritë, aftësitë edhe informacionet në mënyrën se si mund të parandalojmë apo të adresojmë situatat e konfliktit. Këtu kemi të bëjmë me ambientet private apo publike, kemi të bëjmë me situate që mund të ndodhin në të njëjtën familje, në shkollë, në rrugë, në punë, apo kudo, dhe si mund të përballemi me këto situata duke kushtuar vëmendje shenjave paralajmëruese,
por duke ditur edhe se si të reagojmë në ato momente kur konflikti po ndodh. Është kjo thelbi i punës që realizojmë nëpërmjet programit Fuqizimi nëpërmjet vetëmbrojtjes. Unë jam Gentiana Susaj dhe mendoj të filloj këtë kurs online në mënyrë që të ndihmoj sadopak në dhënien e këtij informacioni dhe në ndarjen e këtyre njohurive që ne kemi mësuar si fryt i punës së shumë instruktorëve të vetëmbrojtjes në disa dekada punë me qindra vite eksperiencë, dhe jam e lumtur që kam mësuar prej tyre dhe do bëj më të mirën për të ndarë me juve ato që unë di, ato që unë mund të gjej nëse juve keni kërkesat posaçme.